Allah është problem të në gjennet e Firdaus për ligjeratën, Allah të nderoft. Na kanë ardhur disa pyetje inshallah. Pyetja parë lidhet me ligjeratën, ku thot Assalamu alaikum për hoxhën tonë të nderuar. Po shpesh ndodh që dikush na ndihmon në një moment të vështirë, na çndron prap, po kur kemi nevojë ose na hap një derë të mirësisë. Por me kalimin e kohës harrojmë atë të mirë dhe nuk e falenderojmë. Duke u bazuar në hadithin kush nuk i falendron njerëzit, nuk e falendron Allahun. A konsiderohet kjo një mangësi, një falënderim ndaj Allahut dhe si duhet të korrigjojmë këtë sjellje, Allahu ju nderoft. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në çështje që në sharrova më përmend edhe mirësinë që ta bën dikush, nuk është mirë me këshpëdora që të ka bën mirë. Nëse dikush na ka bën mirë, kemi do më thonë se na jena rob tina tash deri në vdekje, se si jena rob tina, as nuk do më thonë që ta takujmë tash në tua me kome me, jo, nuk është kështu, por me loje, për atë që t'ka bën mirë, është munue me akthyje me najtë mirë tjetër. Për shembull ka ardhur në disa transmetimet e gjeneratat e para të dietarëve, kur kanë marrë mësim të një për dietarëve, i janë munduar pastaj me gjetë fëmijët e atina ose nipat e atina me mësua këta për shkak se e ka mësu këta. Do thonë vetë një kuptim. Nëse të ka bërë mirë diçka, dëshmiron zon me gjetë një mënyrë ose një të mirë që edhe ti më apo atina një të mirë që sikur që të ka bërë ky edhe tash jemi barabar, mo nuk është që jena rob të atyre që na kanë gjitë kur kemi pas probleme, vështirësi. Jo më kanë në rob. As jo me ta zon krytaj, me thonë, tash më të kumbo mirë, tash ti dush me ditë që s'bën me fort kur t'jam aty, jo kështu. Mirë po, më munua me aktime të mirë. Edhe nëse s'mund me aktime të mirë, me përmend të mirën që ai na ka bën. Edhe kjo llogaritet se ja kemi kthyer mirësi, ose me bën do për te, në vetëmi kur nuk e dina që ne bëjmë do për te, ose të faktën me thonë, Allahu subhanahu wa taala shpërblet për që të mirë që ne ke bën, Allahu a'la wa a'lam.